Zoti ju bekoft të gjithëve, të gjithë vëllezërit, motrat, të gjithë personat për herë të parë, të gjithë personat e rinj në kishë që na bashkohen për të dëgjuar mësimin e fjalës së Perëndis tonë. Marshi një bekim nga qelli. Perëndia i plotfuqishëm, Zoti i qejve, ju bekoft të gjithëve. Mund të uleni dhe kështu, me zemrën tonë të mbushur me gëzim, vazhdojmë këtu, do të vazhdojmë, të reflektojmë, të analizojmë, të mësojmë nga Perëndia ynë, të mësojmë rrugën e Zotit, duke reflektuar mbi këta ungji të mrekullueshëm, të cilët Perëndia lejoi që të mbeteshin për njerëzimin, që ne të mos i shpërfillim rrugët e Perëndis tonë, por të ishim të vetëdijshëm dhe të dinim se si është shfaqja e Perëndis, se si u shfaqet ai qenjeve njerëzore dhe si e ka bërë këtë që nga krijimi dhe deri më sot. Edhe pse kanë kaluar me mijëra vjet, Zoti vazhdon t'i shfaqet njerëzimit, vazhdon të na shfaqet neve. Dhe prandaj, ne besojmë. Besojmë në atë Perëndi që ekziston, ai Perëndi vërtet, në atë Perëndi që është frymë, dhe duke qenë se ai është frymë, ne duhet ta adhurojmë dhe ta kërkojmë në frymë. Ne nuk mund t'i drejtohemi apo të përulemi përpara një materiali apo një figure, një pikture, një statuje apo një skulpture, sepse Perëndia ynë është frymë, ai është i fuqishëm. Dhe nuk kemi nevojë ta materializojmë Perëndin ton me objekte, apo me metale, apo me gur të çmuar. Sepse Perëndia ynë është afër nesh, është në krahun ton. Psalmet thonë se Perëndia është hija. Një hije në të djathtën ton, është si hija. Zoti është kudo, thuhet se ai gjithmonë na shikon, na vëzhgon, i dëgjon lutjet tona, e dëgjon lutjen e të pikëlluarit dhe e dëgjon edhe lutjen e të drejtit. Ai e dëgjon lutjen e një burri ose të një gruaje që e thërret me gjithë zemër. Ai është kaq i mëshirshëm sa që ka dëmshuri për të gjithë. E falenderojmë Zotin për mëshirën e tij, për dashurinë e tij, dhe sepse ato premtime të mrekullueshme që Perëndia na ka bërë neve janë përmbushur dhe vazhdojnë të përmbushen me kalimin e kohës, të muajve apo të viteve. Për ne si qenie njerëzore 50 apo 55 vjet janë shumë, për Perëndin koha nuk ka rëndësi. Megjithatë ne i kemi pasur përvojat dhe kemi jetuar premtimet që ai na ka bërë, i kemi parë. Dhe jetojmë po ashtu, ecim në këtë rrugë përdore me Perëndin. Prandaj ftesa ime është për të gjithë personat që të kërkojnë kishën e Zotit ministrore të Jezu Krishtit ndërkombëtare, të kërkojnë vendin më të afërt, që të mblidhen në kishë, që t'ju japin profeci, që Perëndia t'ju flas zemrës suaj, jetës suaj, që Perëndia t'ju ngushëlloj. Sepse këto janë ato nga të cilat vuan njerëzimi sot, nga trishtimi, nga hidhërimi, nga mungesa e lumturisë, por Perëndia na bën të lumtur.
Ne jemi të lumtur në Zot dhe prandaj ju dëshmojmë se sa i lumtur ndihet njeriu kur Perëndia i flet. Kështu që shkoni në kish që të dëgjoni fjalën dhe që Perëndia t'ju flas e t'ju tregoj se çfarë duhet të bëni për të vazhduar përpara. Zoti im ju bekoft të gjithëve. Dhe kështu të lumtur do ta hapim Biblën këtu te Mateu 9 në Ungjillin sipas Mateut në kapitullin 9. Le të kujtojmë se kur të përfundojmë Mateun dhe të kalojmë te Marku dhe te Luka, do të gjejmë përsëritje të përmbajtjes. Sepse këta personazhe, siç janë Marku dhe Luka, të gjitha ata bën një përmbledhje. Ata kërkuan dëshmitar, investiguan dhe pyetën shumë njerëz për atë që ndodhi kur Zoti Jezu Krisht ishte në tokë në Jeruzalem duke predikuar. Dhe gjithçka që njerëzit pan dhe dëgjuan, këtë treguan, disa në një mënyrë, të tjerë në një tjetër, por ishte e njëjta gjë, e njëjta përmbajtje, e njëjta ngjarje, vetëm me fjalë të ndryshme. Dhe këtë do të gjejmë. Mirë, me gëzim, te Mateu 9. Thuhet: Dhe pasi hipi në bark, kaloi në bregun tjetër dhe erdhi në qytetin e vet. Zoti po predikonte atje në bregun e detit. Por duke qenë se thuhet se njerëzit e rrethonin, Zoti vendosi të hipte në një bark dhe prej andej t'i predikonte popullit. Dhe thuhet se ai kaloi në bregun tjetër dhe kur mbriti në qytet dhe ja i sollën një paralitik të shtrirë në një vig. Dhe Jezusi, kur pa besimin e tyre, pse thuhet kur pa besimin e tyre, sepse e sollën personin paralitik në vig, në shtratin, ku ai ndodhej, ku ai qëndronte gjithmonë, i shtrirë atje duke qenë paralitik, kështu e quan te Zoti. Dhe Zoti e dinte se ata besonin, kishin besim dhe besonin se Zoti Jezu Krisht, se ai njeri që ishte aty duke predikuar lajmin e mirë, kishte fuqi dhe mbështetej nga i fuqishmi, nga Perëndia krijues. Ky ishte besimi i tyre. Kjo ishte ajo që ata besonin. Dhe thuhet se Zoti i tha paralitikut: merr zemër o bir, mëkatet e tua të janë falur. Ai priste, ose ata që e kishin sjell prisnin që Zoti të thoshte shërohu. Por ai tha: mëkatet e tua të janë falur. Thuhet, dhe ja disa skrib than me vete: ky po blasfemon. Dhe Jezusi, duke njohur mendimet e tyre, tha: pse mendoni gjëra të mbrapshta në zemrat tuaja? Këtu shohim se si Zoti po u tregonte atyre se ai kishte fuqi, se ai kishte njohuri, se ai i njihte mendimet e tyre. Sepse në atë moment kur Zoti tha mëkatet e tua të janë falur, ai deshi të vepronte në këtë mënyrë për të dëgjuar komentet e atyre mosbesuesve që po e ndiqnin atë, për të dëgjuar se si ata e vinin në dyshim, po e vinin në pikpyetje Zotin, dhe pikërisht Zoti donte këtë, që ata ta vinin në pikpyetje që ai t'ju mësonte doktrinën. Dhe gjithashtu që ata të kuptonin se Zoti i njihte mendimet e tyre. Prandaj ai u thot: ju mendoni mbrapsht në zemrat tuaja, ç'është më e lehtë të thuash, mëkatet e tua të janë falur, apo të thuash, ngrihu dhe ec? Këtë u thot Zoti, u bën këtë pyetje. Unë mendoj se ata do të jenë përgjigjur Zotit duke thënë, është më e lehtë të thuash, mëkatet e tua të janë falur. Është më e lehtë sesa të thuash, ngrihu dhe ec, sepse kjo është një mrekulli, është diçka e madhe,
që është e vështirë për të bërë. Prandaj ata nuk dihet nëse i dhan apo jo përgjigje Zotit, por kjo ishte gjëja më e logjikshme që ata menduan. Është shumë e lehtë të thuash mëkatet e tua janë falur, sesa pjesa tjetër. Pastaj Zoti Jezus u thot në vargun 6: Por që ta dini se Biri i Njeriut ka pushtet në tokë të falë mëkatet, ngrihu, i tha paralitikut, merr vigun tënd dhe shko në shtëpinë tënde. Dhe kështu ndodhi, ai u ngrit dhe shkoi në shtëpinë e vet. Por turmat kur e pan këtë u çuditën dhe lëvdonin Perëndin që u kishte dhënë pushtet të tillë njerëzve. Kjo ishte ajo që njerëzit menduan. Perëndia i kishte dhënë shumë pushtet njerëzve. Perëndia i kishte dhënë pushtet këtij njeriu, këtij burri të quajtur Jezusi nga Nazareti. Por këtu Zoti po bënte mrekulli, shenja, po i tregonte popullit të tij, njerëzve të tij, po u tregonte se ai ishte i dërguar i Perëndis dhe se kishte të gjithë fuqinë dhe pushtetin e Perëndis dhe se ai, përveç se mund të bënte mrekulli, shenja dhe shërime, ai mund të falte edhe mëkatet sepse Perëndia ja kishte dhënë këtë aftësi për të falur mëkatet. Të gjitha këto Zoti i mësoi në një moment, u dha këto mësime këtyre njerëzve mosbesues dhe popullit që po e dëgjonte. Dhe të gjithë dëgjuan dhe besoi se disa besuan dhe të tjerë vazhduan në kokëfortësinë e tyre, megjithatë Zoti vazhdonte punën e tij, vazhdonte shërbesën e tij. Këtu në vargun 9 ndryshon, përfundon rrëfimi mbi mrekullinë dhe thuhet se dhe Jezusi duke shkuar tutje pa një burr të ulur në dogan të quajtur Mate dhe i tha: "Ndiqmë." Dhe ai u çua dhe ndoqi. Ky Mateu u çua dhe ndoqi. Dhe ndodhi që kur Jezusi ishte ulur në tryezë në shtëpi, ja erdhen shumë ta grambledhës dhe mëkatar dhe u ulën në tryezë bashkë me Jezusin dhe me dishepujt e tij. Thuhet ta grambledhësit dhe mëkatarët, që ishin mbledhur aty, u ulën në tryezë me Zotin. Dhe farisejt kur e pan këtë, u than dishepujve të tij: "Pse mësuesi juaj ha me ta grambledhësit dhe me mëkatarët?" Pse? Mësuesi në vend që të kërkoj të shenjtët dhe të përsosurit për të ngrënë me ta, pse po kërkon ta grambledhësit dhe mëkatarët? Farisejt njiheshin sepse ata mësonin të tjerët, ishin mësuesit e ligjit të Mojsiut. Në vargun 12 thuhet: "Por Jezusi mbasi i dëgjoi u tha atyre: Nuk janë të shëndoshët që ka nevojë për mjekun, por të sëmurët. Por shkoni dhe mësoni çfarë do të thotë: Unë dua mëshirë dhe jo flijime. Sepse unë nuk erdha për të thirrur të drejtët, por mëkatarët në pendim." Këtë e gjejmë në librin e profetit Osea, në kapitullin 6, vargu 6. Profeti Osea profetizonte sepse Perëndia bënte që ai të hapte gojën për t'i profetizuar popullit dhe për t'i thënë shumë gjëra. Dhe ndër të tjera u thoshte: "Unë dua mëshirë", i thoshte Zoti popullit të tij të Izraelit, i thoshte: "Unë dua mëshirë, nuk dua kaq shumë flijime." Dhe thot: "Nuk kam ardhur për të thirrur të drejtët, jo të drejtët, por kam ardhur për të thirrur mëkatarët, që të pendohen, që të largohen nga rruga e keqe, që të besojnë te Perëndia, që të kërkojnë Perëndin, sepse të shenjtët dhe të përsosurit nuk kanë nevojë për Perëndin, sepse tani më janë të shenjtë, tani më kanë përsosmërinë. Pra, ai që ka nevojë për Perëndin është ai që ende nuk është përsosur, që ende ka mëkate, që ka aty dobësit, gabime,
dhe prirjet në mishin e tij për të bërë të keqen. Ata janë ata që ka nevojë për Perëndin ashtu si ne dikur kishim nevojë, po ashtu. Por sot Zoti na ka pastruar, na ka shpëtuar. Dhe sot Zoti na ka vendosur të gjithëve ne që të predikojmë, që të mësojmë të tjerët dhe që të thërrasim mëkatarët, të thërrasim ata që nuk janë të përsosur e të themi se Perëndia ekziston, që të besojnë se Zoti do t'i përsos, do t'ju jap lumturinë, paqen ashtu siç na i ka dhënë ne. Kjo është mënyra jon për të folur dhe për të predikuar njerëzve. Kjo është dëshmia jon. Dhe prandaj Zoti thot se të gjithë ne, duke qenë se ai na ka thirrur, na ka zgjedhur, ai thot se të gjithë të zgjedhurit e tij i përsos në mënyrë të tillë që një ditë i quan bijtë të Perëndisë. Për të gjithë ata bijtë të Perëndisë kanë një punë, një shërbes, një detyrë për të përmbushur. Nuk është vetëm fakti që Perëndia u ka premtuar jetën e përjetshme, por ky person duhet të përpiqet, të punojë të vazhdojë të eci përpara dhe të flasë për atë që ka marrë nga Perëndia. Gjithçka që unë kam marrë nga Perëndia është mirë që unë ta shpall dhe e kam shpallur dhe gjithmonë do ta shpall dhe vazhdoj ta shpall gjatë gjithë kohës, gjithçka që Perëndia më ka dhënë dhe ka bërë me mua në jetën time, për premtimet e tij të mrekullueshme. Për këtë kish, kur thoshte Zoti se do të ngrihej në shumë vende dhe kështu po ndodh lavdi Zotit, sepse Perëndia po i përmbush premtimet, prandaj ne duhet të flasim e të shpallim atë që Perëndia ka bërë në jetën tonë, që të gjithë të tjerët po ashtu të pendohen dhe të vijnë në rrugën e Zotit dhe një ditë edhe ata të bëhen çfarë? Predikues po ashtu, shpallës të fjalës së Zotit. Në vargun 14 thuhet: atëherë i erdhën dishepujt e Gjonit duke i thënë: pse ne dhe farisejt agjërojmë shpesh, ndërsa dishepujt e tu nuk agjërojnë? Pra i thoshin ata gjithmonë e kritikonin Zotin duke vënë në dyshim në pikpyetje Zotin, ata nuk ishin të kënaqur me mrekullitë dhe shenjat që shihnin nga ana e Zotit. Ishin njerëz të verbër, të shurdhër, të verbuar, që nuk e dëgjonin fjalën e Perëndisë, nuk i shihnin mrekullitë, por ishin të verbuar nga mosbesimi i tyre. Dhe i thonë: ne dhe farisejt agjërojmë shpesh, ndërsa dishepujt e tu nuk agjërojnë, i thonë Zotit Jezus. Dhe Jezusi u tha atyre: a mund të mbajnë zi dasmorët, ndërsa dhëndri është me ta? Le të themi po bëhet një dasëm. Çfarë ndodh në një dasëm? A janë njerëzit të trishtuar apo të gëzuar? Si janë njerëzit? Të lumtur. Njerëzit janë të lumtur. Pra njerëzit janë të lumtur sepse në një dasëm të gjithë festojnë, ka fest, ka gëzim, sepse po bëhet një dasëm. Prandaj Zoti u thot: a mos vall dasmorët, a vishen me të zeza dhe e nisin të qajnë dhe të vajtojnë? Jo, kjo nuk është kështu. Thot: por do të vinë ditë kur do të hiqet dhëndri nga ata dhe atëherë do të agjërojnë. Do të vijë dita kur ata që ishin në dasëm nuk do të jenë më në fest, por në zi. Dikush do të humb jetën, do të jetë dikush që do të vdes dhe atëherë nuk do të jenë më të lumtur, të ngazëllyer në gëzimin e tyre, por do duhet po ashtu të veshin rroba të zeza dhe gjithashtu do të agjërojnë duke i kërkuar Perëndisë për nevojat të caktuara, për shkak të mundimeve që mund të kenë. Pra Zoti, unë mendoj, besoj se ata nuk arritën ta kuptonin këtë, çfarë ishte ajo që Zoti po u thoshte. Po u thoshte se dishepujt e Zotit Jezus nuk agjëronin sepse ishin pikërisht me Zotin, ata po ecnin me Zotin. Ata ishin në çdo moment me të, duke dëgjuar mësimet, doktrinën e tij, dëgjonin për mbretërinë e qejve, gëzonin paqen e Zotit, lumturinë, gëzimin,
gjithçka që Zoti kishte frymën e Perëndis. Gjithë zemërbutësinë e Zotit, mirësinë, mëshirën dhe të gjitha virtytet dhe dhuntit që Zoti kishte, ndjekësit e tij, dishepujt, po shijonin, po gëzonin me Zotin, ishin të lumtur, të gëzuar dhe shijonin me Zotin gëzimin që ndjenin duke qenë pranë tij, ndërsa Zoti bënte mrekulli, sepse madje edhe kur nuk kishin ushqim, Zoti bënte mrekulli, shumonte bukët, peshqit dhe u jepte për të ngrënë. Prandaj atyre nuk u mungonte asgjë, kishin çdo gjë dhe prandaj nuk kishin nevojë të agjëronin. Sepse njeriu agjëron kur ka një nevojë, kur ka një problem, një vështirësi, një trishtim të thellë, një problem të vështirë, të rëndë, kur një person i lutet, i kërkon Perëndis dhe Perëndia nuk po e dëgjon, atëherë personi shkon dhe sakrifikon veten, trupin e tij për të parë nëse Perëndia do ta dëgjojë dhe prandaj agjëron. Prandaj Zoti u tha këtu, jo, ata që janë në dasëm nuk mund të jenë të trishtuar, nuk mund të mbajnë zi, ndërsa dhëndri është aty midis tyre, po kur dhëndri tu hiqet, atëherë do të agjërojnë. Dhe këtu ai u jep shembuj, një seri shembujsh dhe u thot, por askush nuk vë një copë prej stofit të ri mbi një rrobë të vjetër, sepse kështu arna bie dhe grisja bëhet më keq. Pra nëse dishepujt e mi janë me mua duke gëzuar, duke shijuar praninë time, shoqërinë time, gjithçka që unë u flas, u mësoj, që i korrigjoj dhe atë që u jap, nëse ata janë mirë, atëherë ata si mund të fillojnë të agjërojnë, të qajnë, të vishen me thas, të mbajnë zi dhe të tregojnë të gjithë botës se janë të trishtuar e të hidhëruar, atëherë njerëzit do të thonë, shikojni ata, thonë se ecin me mësuesin e tyre që u jep paqe, që u jep lumturi dhe shikojni si janë, duke qarë, janë shtrirë, atje për tokë, të veshur me thas, mbajnë zi, të veshur me të zeza, duke qarë, të hidhëruar dhe duke vuajtur. Dhe nuk thonë sa i Zoti Jezus nga Nazareti jep paqe dhe lumturi dhe bën mrekulli? Kjo është e kundërta, kjo është kontradiktore. Është kontradiktore. Një copë e re mbi një rrobë të vjetër, kjo është kontradiktore. Copa e re duhet vendoset mbi një rrobë të re, sepse arna e gris rrobën, dhe as nuk shtihet vera e re në kacek të vjetër po ashtu. Përndryshe kacekët shpohen, pra vera e re duhet të hidhet në kacek të rinj që janë disa enë prej lëkure. Dhe në këtë mënyrë, Zoti po u jepte atyre këtë shembull, se prandaj dishepujt e tij nuk agjëronin, sepse ata ishin të lumtur me Zotin dhe nuk kishin nevojë për agjërim. Por ata që ecin pa Perëndin, ata që nuk e kanë në moment Zotin në jetën e tyre, do të kenë po shumë mundime, probleme dhe vështirësi dhe do të kenë nevojë të agjërojnë, duhet të agjërojnë. Në dhjatën e vjetër, në ligjin e Mojsiut, populli agjëronte sepse Perëndia kishte mësuar, Mojsiu u kishte mësuar se duhej të agjëronin që Perëndia t'u jepte fitore, që Perëndia t'i jepte triumfe në jetën e njerëzve, në jetën e mbretërve, që popullit në luftra Zoti t'i jepte fitore dhe të triumfonin në beteja, prandaj bënin agjërime dhe njerëzit agjëronin, visheshin me thas, vajtonin, nuk hanin për t'ju lutur Perëndis. Por edhe ai agjërim kishte disa kërkesa. Nuk ishte vetëm të duroje urin, që atë ditë të mos haje bukë, nuk ishte vetëm fakti që të duronin urin, por duhet të plotësoheshin edhe kushtet të tjera. Këtu Zoti Jezus nuk deshi në atë moment t'u shpjegonte atyre lidhur me agjërimin e vërtet, por vetëm u tha, po, dishepujt tuaj dhe ju, farisejnë, me dishepujt tuaj, po duhet të agjëroni sepse ju nuk e keni Perëndin, prandaj duhet keni nevojë të agjëroni. Por dishepujt e mi më kanë mua, ata janë të lumtur me mua, nuk ka nevojë të agjërojnë. Megjithatë, nëse ne do të flisnim se çfarë është agjërimi i vërtet, që Perëndia i kishte vendosur popullit në lashtësi nëpërmjet ligjit të Mojsiut, mund të lexojmë pak këtu
te Isaia 58, që të lexojmë se çfarë është agjërimi i vërtet nga ajo që Perëndia i urdhëroi Mojsiut që t'i mësonte popullit kur ata të agjëronin, cila ishte mënyra e duhur për t'i bërë ato agjërime. Ata ishin vetëm, nuk e kishin Perëndin. Nuk e kishin drejtimin e Perëndis. Nuk e kishin frymën e shenjtë. Perëndia nuk u fliste me anë të profecisë. Perëndia nuk i fliste çdo njeriu. Perëndia i fliste vetëm kryepriftit një herë në vit, dhe kjo vetëm nëse kryeprifti jetonte mirë përpara Perëndisë, përndryshe Perëndia as atij nuk i fliste. Dhe Perëndia vinte te profetët ndonjëherë për t'i dhënë një mesazh për popullin ose për mbretërit ose për krerët, por populli nuk e kishte Perëndin, nuk e kishin ata afërsi, atë bashkësi me Perëndin, ashtu siç e kemi ne sot, sepse ne sot kemi frymën e shenjtë, kur ne lutemi dhe kur fryma e shenjtë na merr për të folur në gjuhë të tjera, ne ndjejmë se dikush është me ne. Kur ka profeci, kur Perëndia përdor dikën në profeci, kur na përdor për të profetizuar, ndjejmë se Perëndia po na përdor për të profetizuar dhe se ai po i flet një personi dhe po e ngushëllon. Prandaj ne sot jemi shumë të lumtur sepse kemi një Perëndi kaq të afërt, shumë afër është Perëndia ynë. Atëherë, a duhet vallë që ne ta agjërojmë? Le të lexojmë këtu te Isaia 58 për të parë nëse sot, në Ungjillin e Zotit Jezu Krisht, nëse ne duhet që vazhdimisht të agjërojmë apo jo. Këtu te Isaia 58 gjendet përgjigje. Kush ishin ata që duhet të agjëronin? Populli i Izraelit, në lashtësi me ligjin e Mojsiut. Ata duhet të agjëronin sepse ata nuk e kishin Perëndin, nuk e kishin frymën e shenjtë, nuk kishin dhuntit. Prandaj kishin nevojë që në një farë mënyre ta bindnin Perëndin, por ata nuk i plotësuan kërkesat dhe agjërimet e tyre ishin agjërime të kota. Perëndia nuk i dëgjonte këto agjërime, nuk i pranonte, Perëndia nuk u jepte përgjigje agjërimeve që ata bënin. Prandaj sot në Ungjillin e Zotit, ne do të lexojmë këtu në Isaia 58 dhe do të kuptojmë se si është agjërimi i vërtet dhe thuhet këtu: bërtit sa të mundesh, mos u kurse ngrije zërin tënd si një bori dhe shpalli popullit tim shkeljen e tij dhe shtëpisë Jakobit mëkatin e tij, që më kërkojnë çdo ditë dhe dëshirojnë të njohin rrugët e mia si një komb që zbaton drejtësinë dhe nuk braktis ligjin e Perëndisë së tij, më kërkojnë gjykime të drejta dhe dëshirojnë t'i afrohen Perëndisë. Mirë Zoti po qortonte popullin e Izraelit. Thot, ata thonë, pse kemi agjëruar dhe ti nuk e ke parë? Pra thot, Zoti po thot, ata po ankohen se po agjëronin dhe unë nuk e kam parë. Pse kemi hidhëruar shpirtrat tanë dhe ti nuk e ke vënë re? Ata po thonë se hidhëruan shpirtrat e tyre dhe se unë nuk e kam vënë re, thot Zoti. Thot, ja, ditën e agjërimit tuaj ju bëni atë që ju pëlqen dhe i detyroni punëtorët tuaj të kryen një punë të rëndë. Këtë bëni ditën e agjërimit, thot, ja ju agjëroni për grindje dhe mosmarrveshje dhe për të goditur pabesisht me grusht. Duke agjëruar ashtu si bëni sot, nuk bëni që zëri juaj të dëgjohet lart. Dhe në vargun 5 thot Zoti, a është ky agjërimi të cilën e pëlqej? Dita në të cilën njeriu pikëllon shpirtin e tij, të përkulësh kokën si xungthi? Xungthi është një bim barishtore, një bim dhe kur nis të ketë gjemba i përkulet kështu. Kështu përkulet xungthi. Xungthi gjendet gjithmonë buzë prrenjve, lumenjve dhe pellgjeve, aty gjendet xungthi dhe përkulet kështu dhe thuhet këtu: a e quan këtë vallë agjërim dhe ditë që i pëlqen Zotit? Zoti është duke i qortuar dhe duke u thënë atyre se nëse ata përkulnin kokën dhe shtrihen mbi një shtrat prej thesi dhe hiri dhe lyejnë gjithë trupin me hi dhe vishen me të zeza, thot,
a e quan këtë vallë agjërim dhe ditë që i pëlqen Zotit? Pse çfarë ndodhte? Ata mund t'i bënin të gjitha këto gjëra fizikisht, po si duhej ta kishin zemrën? Si duhej ta kishin zemrën e tyre? Prandaj Zoti në vargun 6 thot: agjërimi që më pëlqen, a nuk është vallë ky, thot Zoti, agjërimi që mua më pëlqen është ky. Të thyesh zinxhirët e ligësisë, të zgjidhësh verigat e zgjedhës, t'i lësh të lirë të shtypurit, të dërmosh çdo zgjedh të shumë njerëzve, të varfër, të mjerë, të braktisur, të pikëlluar, të pambrojturit. Pikërisht këta njerëz i poshtronin, u vidhnin, duke u marrë madje edhe atë pak që kishin. Kjo ishte ajo që bënin, si ishte zemra e tyre. Ata e bënin agjërimin sipas asaj që urdhëronte ligji i Mojsiut, duke përmbushur disa kërkesa, por në zemrën e tyre nuk ishte asgjë që ta bënte ata agjërim të plot. Prandaj Perëndia kurrë nuk u përgjigjej agjërimeve. Prandaj Perëndia kurrë nuk i përgjigjej agjërimit dhe nuk e vinte re. Prandaj Zoti zemrohej. Thuhet në vargun 7, agjërimi i vërtet që kam zgjedhur është, a nuk konsiston vallë në ndarjen e bukës sate me atë që ka uri, në sjellje në shtëpinë tënde të varfrit pas tre? Mirë, tu zgjasësh dorën, ti ndihmosh në të veshurit e atij që është lakuriq, pa lënë pas dore ata që janë gjaku yt, ti ndihmosh kur ka nevojë. Nëse ti i bën të gjitha këto dhe i përmbush këto, nëse ti vishesh me thas, me rroba të zeza, nëse pikëllohesh, përkul kokën si xungthi dhe shtrihesh në shtrat prej thesi, por në zemrën tënde bën të gjitha këto vepra të mira. Thë ndryshe, tregon mëshirë, ke dashuri, je bujar, zemërgjer, nuk je egoist, nuk je ziliqar, nuk je lakmitar, të mos jesh i dhën pas paras, të mos jesh asgjë nga këto. Nëse në zemrën tënde gjenden këto virtyte dhe këto cilësi për të bërë të mirën dhe për të treguar mëshirë, atëherë ti ke bërë një agjërim të vërtet dhe kështu në këtë mënyrë Perëndia të dëgjon dhe të përgjigjet. Dhe këtu thuhet, ndan bukën, atëherë thot Zoti, pas kësaj, pasi ti të bësh atë agjërim të vërtet, duke përmbushur kërkesat fizike e materiale dhe po ashtu virtytet dhe cilësit të gjithë pjesën morale, thot, atëherë drita jote do të shpërthej, pra Perëndia do të jap triumfin, Perëndia do të jap fitoren, drita jote do të shpërthej si agimi, dhe shërimi yt do të mbi menjëherë, drejtësia jote do të pararend dhe lavdia e Zotit do të jetë pra paroja jote, lavdi Zotit. Perëndia është i njëjti dje, sot dhe përjet. Ky Perëndi i djeshëm, që foli këtu nëpërmjet gojës Isaias, është i njëjti Perëndi i sotëm që na flet përmes frymës së shenjtë me anë të profecisë, ëndrave dhe vegimeve, na flet dhe na mëson po ashtu se nëse ne duam të bëjmë flijime për Perëndin ton, duhet ta kemi zemrën ton të pastër nga ligësitë, të mos ketë asgjë të keqe, asgjë të papëlqyeshme në zemrën ton, por ajo të jetë e mbushur me virtyte, me cilësi të mira, të kemi moral të mirë, të jemi altruist, të sinqert, të drejt. Dhe në këtë mënyrë nuk do të kishim nevojë as të agjëronim, sepse kur zemra jonë është e pastër përpara Perëndis, nuk kemi nevojë të agjërojmë, sepse mjafton që të lutemi. Ju i luteni Perëndis, sepse zemra juaj është e pastër. Në zemrën tuaj nuk ka mëri, lakmi, dashuri për paran, as urrejtje, as mëri, as nuk u amerrni bukën dhe ushqimin të tjerëve, as nuk po mashtroni njerëzit, dhe as nuk gënjeni të tjerët për të përfituar diçka. Jo, ju jepni, sepse në zemrën tuaj është dashuria e Perëndis në zemrën tuaj, kështu që ju nuk keni nevojë as të agjëroni, sepse mjaftojnë zemra juaj e pastër dhe lutjet tuaja, Perëndia ju dëgjon dhe Perëndia ju jep fitore dhe Perëndia ju jep
triumfe. Kjo është pra, Perëndia jep fitoren dhe triumfin dhe nuk është nevoja që të bëhen këto flijime fizike, materiale. Kështu që ky është agjërimi i vërtet. Thuhet, në 9 thuhet, dhe pasi ti të kesh atë triumf dhe atë fitore, sepse zemra jote është e pastër, sepse po përmbush çdo gjë që Perëndia do që ti të jesh, si një njeri i drejtë, i shenjtë, thot atëherë do të thërrasësh dhe Zoti do të përgjigjet. Ti do ta thërrasësh, do të lutesh ose do t'i kërkosh dhe ai do të dëgjojë. Lavdi Zotit, do të bërtasësh dhe ai do të thot, ja ku jam, biri im, ja ku jam, bia ime, ja ku jam, unë do të ngushëlloj bi, unë do të ndihmoj biri im, mos u dekurajo. Unë do të ndihmoj, më ndiq, ngulmo, ji fort, ji trim, ji sinqert, më ndiq sepse unë jam me ty dhe do të jap fitore dhe do të lartësoj. Kjo është ajo që Zoti na thot, lavdi Perëndis ton. Dhe këtu kemi premtimin e lavdishëm, premtimi që Perëndia i bëri popullit atëherë, sot është për ne, sepse Perëndia është i njëjti, ai është i njëjti dje dhe sot. Atë që ai u tha njerëzve dje, sot na e thot ne. Lavdi Zotit. Prandaj ai thot, po e lexoj përsëri 9-ën. Atëherë do të thrasësh dhe Zoti do të përgjigjet. Do të bërtasësh dhe ai do të thot, ja ku jam. Në rast se ti heq dorë nga zgjedha të treguarit me gisht dhe të folurit mbrapsht, në rast se plotson nevojat e të uriturit, pra bën vepra të mira në jetën tënde, atëherë Zoti do të udhëheq. Në vargun 11 vazhdimisht ai do të udhëheq. Lavdi Zotit. Sa i mrekullueshëm është Perëndia ynë, ai është bariu ynë hynor. Zoti Jezu Krisht është ai bari i vërtet, bariu ynë që po na kullot çdo ditë nëpërmjet frymës së shenjtë. Zoti do të udhëheq vazhdimisht, do të ngop shpirtin tënd në vendet e thata dhe do t'u jap forcë kockave të tua. Ti do të jesh si një kopsht i ujitur dhe si një burim uji, ujërat e të cilit nuk shterojnë. Njerëzit e tu do të rindërtojnë rrënojat e lashta, mirë. Brezat që do të vinë do të marrin bekimin e Perëndis. Pse? Sepse ky është shembulli dhe dëshmia që u lihet brezave të ardhshëm, i bekuar qoftë emri i Zotit. Le të kalojmë përsëri këtu te Mateu 9. Kështu që për pyetjen lidhur me agjërimin, Zoti kishte plotësisht të drejtë në përgjigjen që u dha atyre njerëzve, që ata nuk kishin nevojë të agjëronin, sepse ishin me Zotin vazhdimisht dhe prandaj nuk kishin nevojë të agjëronin. Kur jemi me Perëndin, nuk kemi nevojë ta bëjmë agjërimin sepse Perëndia po na dëgjon. Sot në Ungjil Zoti ka premtuar se ai do të jetë me ne përgjithmonë, për jetë. Ai thot, unë kur nuk do t'ju lë vetëm, do të jem me ju përgjithmonë, tha Zoti. Ishte premtimi i tij. Atëherë ai dërgoi frymën e shenjtë, dhuntit, dhe nëpërmjet tyre ne këtu ndjejmë praninë e mbretit ton në çdo moment të jetës ton. Dhe prandaj zemra jon duhet të jetë e pastër. Dhe duke qenë se zemra jon është e pastër, kështu që përse ta agjërojmë? Mjafton lutja. Zoti na dëgjon dhe na jep fitore, na jep triumf dhe na ndihmon në të gjitha rrugët tona, në të gjitha gjërat e jetës, në çdo gjë që na ndodh. Zoti është aty gati për të na bekuar, lavdi Zotit. Mirë, tani këtu nga vargu 18 thuhet se ndërsa Zoti po jepte mësimin për agjërimin, thuhet: ndërsa ju thoshte këto, i erdhi një nga krerët ra përmbys përpara tij dhe i tha: sa po më vdiq i me bi, por eja vëre dorën tënde mbi të dhe ajo do të jetoj. Dhe Jezusi u ngrit dhe ndoqi bashkë me dishepujt e tij, dhe ja një grua që vuante nga rrjedhja e gjakut prej 12 vjetësh ju afrua nga mbrapa dhe i preku cepin e rrobës së tij. Sepse thoshte me vete, po të prek vetëm rrobën e tij do të shërohem, ose do të shpëtoj, që është e njëjta gjë. Do të shpëtoj nga kjo sëmundje, ose do të shërohem. Pra, kjo është e njëjta gjë, fjala shpëtoj dhe shërohem kanë të njëjtin kuptim në këtë kontekst. Atëherë thot, por Jezusi u kthye, e pa dhe tha: merr zemër o bi,
besimi yt të shpëtoj. Këtu po i thot besimi yt të shpëtoj, do me thënë të ka shëruar, të ka shpëtuar nga jo sëmundje të mërshme që ke. Dhe që në atë orë gruaja u shpëtua, do me thënë u shërua. Kur Jezusi erdhi në shtëpinë e kryetarit të sinagogës dhe pa fylltarët dhe turmën që zhurmonte, u tha atyre, largohuni sepse vajza nuk ka vdekur, por fle. Dhe ata e përqeshnin, sepse ai kishte hyrë atje, sepse vajza e njërit nga krerëve kishte vdekur, njërit nga krerëve, dhe atëhera i thot, vajza nuk ka vdekur, vajza po fle. Ata e përqeshnin mos besimi. Thuhet se ai shkonte me dishepujt e tij, shkonte edhe populli që ndiqte, sepse populli donte të merrte të mira nga Zoti, por shkonin edhe armiqt, ata që kritikonin, ata që përqeshnin, ata që murmuritnin, ata që blasfemonin, gjithmonë për të vënë në dyshim, në pikpyetje, për të hedhur poshtë çdo gjë që Zoti bënte. Dhe thot, por kur turma u nxori jashtë, ai hyri e zuri përdore vajzën dhe ajo u ngrit, dhe fama e kësaj u përhap në mbar atë vend. Dhe ndërsa Jezusi po largohej prej andej, dy të verbër e ndiqnin, sepse ai thot se ai vazhdonte, Zoti vazhdonte, sipas asaj që lexojmë, ai e kalonte gjithë ditën duke punuar. Unë besoj se Zoti punonte nga ora 6 deri në 6. Dhe e kalonte gjithë ditën duke punuar dhe i paraqiteshin shumë ngjarje, shumë gjëra i paraqiteshin Zotit. Thot, dhe ndërsa Jezusi po largohej prej andej, dy të verbër e ndiqnin duke bërtitur, duke thënë, ki mëshirë për ne, biri Davidit. Kur erdhi në shtëpi, të verbrit ju afruan, dhe Jezusi u tha atyre, a besoni që unë mund ta bëj këtë gjë? Do me thënë, Zoti u tha, a besoni ju se unë mund ta bëj mrekullin e t'ju shëroj? Ata i thanë, po Zot. Atëherë, u apreku syt duke thënë, u bëft sipas besimit tuaj. Dhe atyre ju hapën syt, dhe Jezusi i urdhëroi rreptësisht duke thënë, ruhuni se mos e merr vesh njeri. Por pasi dolën, ata nuk u bindën, por kur dolën, përhapën famën e Zotit në mbar atë vend duke thënë, Zoti më shëroi. Sigurisht, ishte aq i madh emocioni, lumturia, gëzimi i këtyre të verbërve, që nuk shikonin dhe tani po shikonin, si të mos e shpallnin këtë, si të mos flisnin dhe t'u tregonin njerëzve atë që kishte ndodhur, atë që Zoti Jezu Krisht kishte bërë, mrekullin që ai kishte bërë. Dhe gjithë kjo na bën të kujtojmë kur ne lexojmë te profeti Isaia, kur Perëndia e përdorte Isaian për të folur për të ardhmen, kur ai thoshte se në ditët e fundit, kur të vi Mesia, kur të vi shpëtimtari, kur të vi ai mbreti përsosur që do të vi, ai do të jetë duke shëruar, duke u hapur veshët të shurdhërve, duke u hapur sytë të verbërve, do t'ja hap gojën me mecëve, gjuhën, dhe ata do të flasin, dhe ai do të bëjë mrekulli dhe shenja. Gjithmonë profeti Isaia profetizonte lidhur me të gjitha veprat e fuqishme dhe të gjitha mrekullit që ky Mesia, shpëtimtari, ai që do të vinte në ditët e fundit, do të bënte atje në atë vend të quajtur Jeruzalem, në territorin e Judes. Pra, e gjithë kjo, premtimet e Perëndis ton të thëna nga profetët, po përmbusheshin këtu, gjithashtu diku tjetër, në një vend tjetër që do ta lexojmë më vonë, ku Zoti u thoshte mosbesuesve, kur ata e vinin në pikpyetje, u thoshte, ju a nuk e keni lexuar Mojsiun, lexojeni Mojsiun, lexoni profetët, lexoni psalmet dhe do të shihni se aty do të gjeni të gjitha ato që janë shkruar për mua, thoshte Zoti. Lavdi Perëndis ton,
lavdi mbretit ton që ne kemi marrë përsipër të investigojmë të gjitha këto, kemi lexuar profetët, kemi lexuar psalmet, Mojsiun dhe e kuptojmë gjashmërinë. E kuptojmë se ato ishin fjalë profetike dhe se përmbushja ka qenë Zoti ynë Jezu Krisht, përmbushja ka qenë sot ungjilli i Zotit. Prania ose shfaqja e frymës së shenjtë me dhuntit e tij, lavdi Zotit. Dhe këtu në vargun 32 thot, dhe kur ata po dilnin, ja i paraqiten një burr me mec dhe të demonizuar dhe mbasi e dëboi demonin me mec i foli. Ne shohim këtu se këta persona që kanë këto sëmundje, le të themi thot se me meci kishte një demon. Zoti e dëboi atë demon të memecërisë nga ky person dhe atëhera i foli. Turmat u çuditën dhe thanë, nuk është parë kurrë një gjë e tillë në Izrael. Kjo është e vërtet. Kurrë nuk është parë një gjë e tillë në Izrael. Kjo është e vërtet sepse nga të gjitha ato që kemi lexuar këtu nga historia, njerëzit Perëndia kurrë nuk ngriti persona të tillë që të bënin të gjitha këto mrekulli, ashtu siç e bëri me Zotin Jezu Krisht. Prandaj kjo është e vërtet. Por farisejt thoshin, ai dëbon demonët me anë të kreut të demonëve. Këtu, kur ne do të lexojmë te Marku dhe te Luka, kjo ngjarje është pak më e zgjeruar. Kur farisejt thoshin se po i dëbonte demonët me anë të kreut të demonëve, kjo quhej blasfemi kundër frymës së shenjtë. Ka shumë njerëz, ka shumë persona, edhe në kish, që pyesin se çfarë është blasfemia kundër frymës së shenjtë. Këtu kemi një shembull të blasfemisë, sepse farisejt thoshin se Zoti Jezus po i dëbonte ata demon me anë të kreut të demonëve. Nuk po e bënte duke thirrur Perëndin ton, por po e bënte me anë të demonëve. Prandaj ata po e trajtonin Zotin Jezus si një person të demonizuar, si një person me demon, një njeri të rrem, gënjeshtar. Kjo është blasfemia, kjo është ajo që quhet të blasfemosh kundër Perëndis, të blasfemosh kundër frymës së shenjtë. Dhe Zoti thot diku se çdo mëkat do të falet, përveç blasfemis kundër frymës së shenjtë, kjo gjë nuk do të falet. Perëndia nuk ja fal këtë asnjë njeriu që blasfemon kundër Perëndis ose kundër frymës së shenjtë. Dhe këtu ata po blasfemonin. Dhe këtë do ta lexojmë te Marku dhe te Luka, vazhdojmë me vargun 35. Dhe Jezusi kalonte nëpër të gjitha qytetet dhe fshatrat duke i mësuar në sinagogat e tyre dhe duke predikuar ungjillin e mbretërisë. I bekuar qoftë Zoti. Zoti këtu po kalonte nëpër qytete, thot, ai kalonte nëpër të gjitha qytetet e Judes dhe në fshatrat, dhe thot se po mësonte në sinagogat e tyre, ai u mësonte ligjin e Mojsiut, që ata ta përmbushnin ligjin e Mojsiut ashtu siç ishte me të vërtet, sepse kurrë nuk e kishin përmbushur mirë. Dhe njëkohësisht Zoti po predikonte ungjillin e mbretërisë së qiejve. Dhe si të shohim, nga ajo që kemi parë dhe kemi lexuar deri tani, ligji dhe ungjilli i Zotit ecin krah për krah, sepse njëri është prototipi, është figura, është shembëltyra, gjithçka që u bë në ligjin e Mojsiut ishte shembëltyra e asaj që do të ndodhte në dhjatën e re ose në ungjillin e Zotit Jezu Krisht, në lajmin e mirë, ishte përmbushja tani e të gjitha atyre figurave letrare, të gjitha atyre metaforave dhe simboleve, të gjitha ato shembëltyra dhe çdo gjë që Zoti fliste në atë mënyrë që njerëzit të mos i kuptonin me lehtësi, por në të vërtetë ungjilli i Zotit është përmbushja, është përgjigje e asaj që Perëndia i tha Mojsiut, popullit që ata t'i zbatonin, vetëm se e vetmja gjë që Zoti hoqi, ose që në atë kohë Zoti hoqi, ishte pjesa e ritualeve, ritet, si për shembull të mos hanin disa lloje mishi, të mos pinin disa pije, si për shembull të mos punonin ditën e shtunë, të mos hanin kafshë të papastra, të cilat Zoti i çliroi dhe i pastroi të gjitha këto.
tani mund të haheshin, në të kaluare nuk mund të haheshin kafshë të papastra, në ungjillin e Zotit po, sepse Zoti u kujdes që t'i pastronte të gjitha këto, sepse kjo ishte një figurë, simbol. Kafshët e papastra në lashtësi simbolizonin njeriun e mbushur me mëkat, por kur ajo qenie njerëzore do të kthehej te Krishti, ai e pastronte dhe ai pushonte së qenuri i papastër. Pra ato kafshë të papastra u hoqën. U hoqa i zakon. Zoti u amësoi apostujve. U tha, tani mund të hani të gjitha kafshët, sepse Zoti tani më i pastroi të gjitha këto, i pastroi, sepse kjo kishte një kuptim, simbolizonte mëkatin, pjesa e kafshëve të papastra, dhe flijimet, demat, duhet të flijoheshin kafshat e në tempull, e gjithë kjo u ndryshua në ungjillin e Zotit. Ne qenjet njerëzore jemi ne njerëzit që jemi një flijim i gjallë për Perëndin, dhe gjaku i kafshëve që në lashtësi flijohej, Zoti Jezu Krisht e bëri këtë në kryqin e Kalvarit për të hequr ato rite, ato zakone, atë që duhej bërë. Urdhërimet e Perëndis ton mbeten të vlefshme. Urdhërimet që Perëndia i dha Mojsiut atje në Sinai, ato mbeten të vlefshme edhe sot. Prandaj edhe ne do të kemi mundësinë një ditë të lexojmë urdhërimet e Zotit dhe do të kuptojmë se ato janë të vlefshme edhe sot dhe se ne po i përmbushim apo duhet i përmbushim për t'i pëlqyer Perëndis. Dhe ky është ungjilli i Zotit Jezu Krisht. Ky është lajmi i mirë i shpëtimit. Urdhërimet e Zotit nuk kanë ndryshuar. Zoti Jezus thoshte, ai që beson në mua dhe zbaton urdhërimet e Zotit, ai do të shpëtohet. Ai është ai që do të fitojë jetën e përjetshme. Prandaj, ne në të vërtet nuk shohim këtu asgjë ndryshe nga lashtësia, ne nuk mund të lëmë dhe as të nënvlerësojmë apo të mos lexojmë librat e Mojsiut, të profetëve, psalmet, sepse aty është shkruar gjithçka që duhej të ndodhte në këtë epokë të Jezu Krishtit, në këtë epokë të ungjillit të Zotit. Aty është çdo gjë ndërthurur dhe njëra gjë është e lidhur me tjetrën. Kështu që prandaj ne besojmë në të gjithë Biblën dhe lexojmë të gjithë Biblën. Dhe ka gjëra që po ne nuk do t'i bëjmë, por çdo gjë ka një motiv, një arsye, një shpjegim, sepse çdo gjë ishte një përfaqësim simbolik, një figurë. Dhe të gjitha ato që ishin simbole, figura, u hoqën, u shfuqizuan, sepse sot jemi ne. Në lashtësi kishte një shandan fizik, në ligjin e Mojsiut, sot shandanët jemi ne. Në lashtësi, në ligjin e Mojsiut, kishte një altar, kishte një ark, ku banonte Perëndia. Sot ai altar, ajo ark është zemra jon ku Perëndia duhet të banojë, i bekuar qoftë Zoti, dhe kështu me radhë, çdo gjë ka kuptimin e saj. Dhe për të gjitha këto mos u shqetësoni, sepse të gjitha këto do t'i shohim, do t'i lexojmë dhe do të mësojmë dhe do të gëzohemi në fjalën e Perëndis ton. Dhe atëherë Perëndia do të vijë në zemrën e të gjithëve ne dhe në zemrën e të gjithëve ju po ashtu. Dhe këtu për ta përfunduar, thuhet këtu në vargun 35, se Zoti po predikonte ungjillin e mbretërisë dhe duke shëruar çdo sëmundje e çdo lëngat në popull, vargu 36 thot, duke parë turmat pati dhe mshuri për ta sepse ishin të lodhur dhe të shpërndar si delet që nuk kanë bari. Atëherë u tha dishepujve të vet, e korra është me të vërtetë e madhe, por punëtorët janë pak. Do me thënë puna që duhej bërë ishte shumë, ndërsa punëtorët ishin pak. Lutjuni pra Zotit të korrave që të dërgoj punëtor në të korrat e tij. Edhe sot ne i themi të njëjtën gjë Zotit, që ka shumë vende, ka shumë qytete, fshatra, në vende të ndryshme të botës, që na thrasin dhe na thonë, ju lutemi hapni kishën në këtë qytet, në këtë fshat, hapni kishën në këtë vend, sepse atje ka shumë njerëz që duan të dëgjojnë fjalën e Perëndis. Dëshirojnë që t'ju flitet për Perëndin. Ata duan që Perëndia t'ju flas, që t'ju japin profeci. Ju lutemi hapni kisha. Kjo. Por nuk ka punëtor, nuk ka pastor, nuk ka predikues.
Prandaj ajo që Zoti Jezu Krisht tha është e vërtet. Ka shumë punë, ka shumë të korra, ka shumë grur, ka shumë fryte për të korrur, por nuk ka punëtor që të punojnë dhe që t'i korrin. Do t'i kërkojmë Perëndis ton që të na përdor dhe të na dërgojë të gjithëve për të predikuar, për të mësuar njerëzve, sepse bota është shumë e madhe, planeti. Dhe tani me lehtësinë që na jep teknologjia, ne shkojmë në një vend, vetëm duke hyrë në internet, tani hymë në një vend. Prandaj, duhet të punojmë për Perëndin dhe duhet të fitojmë shumë shpirtra për Zotin. Dhe puna është shumë e madhe dhe ne nuk duhet të flem ashtu siç thot Kori, nuk duhet të flem, por duhet të vazhdojmë të ecim përpara, të punojmë dhe të shërbejmë Perëndis dhe zemrat tona të jenë të pastra për të ungjillëzuar për veprën ungjillëzuese. Zoti im ju bekoft, Zoti qoftë me të gjithë ju, do të lutemi. Ati shenjtë, atë qiellor Perëndi përjetshëm, të falenderojmë Zot. Faleminderit Zot për dashurinë tënde, mëshirën tënde, fjalën tënde, për premtimet e tua. Faleminderit Perëndi përjetshëm për këtë fjalë që na ke dhënë. Dhe që ti po jep jetë në jetën tona, sepse në këtë libër të mrekullueshëm të quajtur Bibël, ne gjejmë se ti shfaqesh, se ti na flet, se ti flet përmes profecisë, se u jep ëndra njerëzve, vegime, zbulesa. Këtë kemi jetuar, Zot. Kjo është përmbushur në jetën tona. Si do të dyshojmë të ky libër i mrekullueshëm, sepse ky libër jeton, ti i jep jetë sa herë që ne lexojmë, ti jep jetë, Zoti im, sepse ti je Perëndi fuqishëm. Na krijove me dorën tënde të fuqishme. Ne jemi vepra të duarve të tua, jemi krijimi yt. Lavdi emrit tënd, faleminderit Zot, faleminderit Perëndi përjetshëm, faleminderit Ati i shenjtë. Dhe tani Zot të kërkoj mëshirë për personat që janë të sëmurë, për personat që kanë sëmundje të pashërueshme. Zot, ki mëshirë sepse unë e di që të gjitha ata po të drejtohen, po të kërkojnë ty shërim, mrekulli. Ashtu si sa po lexuam kur të thoshin ty, Zot, ki mëshirë. Shiko djalin tim të sëmur, vajzën time që është e shtrirë në shtratë e sëmur. Tjetri thoshte shiko vajzën time që vdiq dhe ti bëje mrekulli dhe shenja. Edhe sot, Zot ti bën mrekulli dhe shenja në mesin ton. Zot, ki mëshirë. Ki mëshirë dhe shtrije dorën tënde shëruese sepse ti e mjeku ynë hynor. Dhe gjithashtu Zot çliro robërit, ata persona që janë të lidhur nga frymra të liga. Çliroj Zot. Ki mëshirë për gjithë secilin. Dëgjoj lutjet e tyre. Dëgjoj lutjen e gjithë secilit, Zoti im. Dëgjoj thirrjet. Faleminderit Zot në emrin e lavdishëm të Krishtit Jezus, birit tënd të dashur, deri dhe lavdia qofshin për ty Zot tani dhe përjet. Amen. Lavdi Zotit. Dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón. Oh Jesús, tú eres mi guía. Dame un nuevo corazón y que sea morada tuya. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Aleluya. Dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón. Oh Jesús, tú eres mi guía. Dame un nuevo corazón y que sea morada tuya. Dame
corazón, dame un nuevo corazón. Halleluja. Zoti ju bekoft. Puthje për fëmijët dhe përqafime për të gjithë motrat dhe vëllezërit e mi të dashur. Zoti ju bekoft. Edhe juve që jeni këtu me mua, Zoti ju bekoft. Shumë faleminderit.